Vllaznia në futboll për femra shpallur kampione e Shqipërisë për herë 13, vajzat kuqiblu triumfuan në finale duke mposhtur me rezultatin e pastër 2-0 ekipin e Polonisë në sfidën e zhvilluar në stadiumin Selma Stërmasi. Pas këtij suksesi, trajneri Nikolin Leka tha se është një titull i merituar 100% nga vllaznia. Po diskutim që janë emocione, kemi thënë gjithmonë sa herë që fillon titulli, aq më tepër shtohen emocionet sepse puna gjithë vitit. Atje sa mundi këtyre vajzave, stafit, drejtuesi në rrot par, mandena edhe stafit teknik di dhe punë. Por normalisht jam i gëzuar sepse është një titull që është merituar 100% nga vllaznia. Pa diskutim që është sukses i madh, edhe jam i personal, por kjo nuk arrihet fal po s'kene stafi drejtues me krye presidenti Matia, po s'kene këto vajza, po s'kene stafi teknik jemi ose stafi mjekësor që punojnë gjithë bashkërisht për që të arrijmë këta objektiva që i vënë vllaznisë vazhdimisht në fillim të vitit. Pa i vështirë, nuk ka kampionatit pa vështira, se nuk t'i fal kush kampionatin, nuk t'i fal kush neshjet. Faktikisht si vjet ishin 4 skuadra në garë, 3 skuadra bashkë me vllaznin, megjithëse na kishim gjatë kampionatit, gjatë dy fazave ishim të diferencuar me pikë, por gjithsesi finalfori tregon futa edhe herë në lojë me 0 pikë gjitha ekipet barabarta, por këtu vllaznia tregoi vetin që është superiore dhe ka supermaci në kampionatin shqiptar të futbollit. Ndërkohë i kënaqur për këtë sukses u shfaq dhe presidenti Lazar Matia. Është i kënaqur mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin ndoshta për vllaznisë janë të kënaqur sepse shkoi kupa aty ku duhet shkojnë, shkoi aty ku investohet, shkoi aty ku punohet prej vitesh, patjetër kënaqësi për këto vajza sepse është një vit i gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafi njëjtë gjë. Prandaj është një gëzim i lidhshëm sepse është e vështirë, janë 13 titull rradhazi edhe ambienti ndoshta vetë, edhe ne ka herë thojmë ata lëm këtë kampionat por sepse ndoshta i bëjmë mirë nga kuj, kështu që edhe jena në luftë edhe me veten për këtë titull, kështu që është e vështirë, por është edhe kënaqësi sepse janë 13 titull rradhazi, sikur të jenë 13 ditë rresht në gëzim, do të ishin të mjaftueshme, por janë 13 vite punë, 13 vite për kushtim edhe investim. Tashmë vllaznia në futboll për femra do të nisë përgatitjet për Champions League.